shohim për shembull në një fixhan të shër, një fixhan kafeje, çfarë vlerash marrim ne. E para ne marrim nivelet të proteinave diku 5 gram. Marrim nivel të manganit rreth 65% të manganit ditor vetëm në një fixhan të shër. Marrim 25% nivelin e selenit. Marrim nivel të bakrit, vitaminës B1, marrim vitaminën B3, marrim magnez, marrim fosfor, marrim zink, marrim hekur, marrim vitaminën B5, marrim vitaminën B9. Shikoni çfarë ndodh për shembull në momentin e marrjes së të shërës. Mangani që është niveli më i lartë tek të shëra në aspektin mineraleve, pra rreth 65% të sasisë ditore në një fixhan, çfarë bën? Mangani është i rëndësishëm për të prodhuar disa enzima që luajnë efektin kryesor për të mbajtur në mënyrë thelbësore ndërtimin e kockave dhe shëndetin e kockave. Mangani mbështet gjithë metabolizmin tuaj dhe nivelet e energjisë gjatë ditës të jenë të stabilizuara dhe është nga efektet kryesore si mineral për problemet e trurit dhe është shumë efektiv në problemin e ekuilibrit hormonal. Të dytin element që është shumë i rëndësishëm është niveli i bakrit, është selenit faktikisht dhe i bakrit, se aty janë 20-25% të vlerës ditore në një fixhan kafeje, gjithmonë nëse konsumon të shërë. Çfarë bën seleni? Seleni bën detoksifikimin e mëlçisë, pastrimin e mëlçisë dhe sidomos shërben shumë mirë për problemet e mëlçisë dhe jamosës. Është stabilizuesi i problemit hormonal dhe sidomos të gjendrave tiroide, për çdo lloj gjendre tiroide.